Juglindja e vendit mbetet e kërkuar nga turistë huaj, numri i cilëve vitet e fundit ka qenë në rritje. Aq sa 85% e turistëve që kanë vizituar Korçën dhe Juglindjen kanë qenë vetëm nga bota. Kjo edhe për shkak se një pjesë e madhe e operatorëve turistik kanë lidhur kontrata me agjenci të shumta turistike, vendas edhe të huaja. Turistët tregojnë se Korçën e gjejnë përmes internetit, ndërsa u pëlqen ushqimi, çmimet, njerëzit dhe mundësia e turizmit të gjelbër. Jemi nga Republika Çeke. Na pëlqen të vim këtu për të kaluar një natë. Do të shkojmë në mal dhe këtu ka shumë male. Çmimet janë shumë të ulta. Çmimet janë të mira. Gjëja më e mirë janë njerëzit, shumë miqësor. Më pëlqen gjithçka këtu. E gjetëm Korçën në internet, vend shumë i bukur për të eksploruar, po kënaqem shumë. Vi nga Gjermania, Korça është e bukur, pjesa e pazarit fantastike, çmimet janë të ulta, ndërsa mua më pëlqen birra këtu, shumë e shijshme. Edhe për Klaus Pronjarin, një nga operatorët turistik të qytetit Korçës, ai thotë se turistët kanë rezervuar vende akomodimi që në vitin 2025. Rezervimet nga turistët huaj janë kryer që vitin e shkuar për të zënë datat specifike që ata janë të interesuar dhe rezervimet kanë qenë me një fluks të lartë. Korça gjithmonë ka çfarë të ofrojë, jo vetëm pika turistike, por gjithmonë një vend historik nga i cili gjithmonë njerëzit kanë çfarë të zbulojnë.